Unë mendoj që janë nga protestat më të bukura që janë bërë ndonjëherë në Shqipëri, jashtë kuadrit politik, pa leje të ndonjë force të caktuar politike, pa leje të ndonjë kompanie biznesi, siç ka ndodhur, pa leje të një shtytje. Ndoshta mund të ketë deri diku shtytje të vogla, interesa të vogla, por ajo që mbizotron në protestë është fryma shqiptare. Është më e fortë, më e madhërishme, se çdo lloj fryme tjetër që normal në një protestë mund të konvergojnë shumë mendime, shumë grupe, shumë nxitje, por nxitja kryesore është ajo që populli shqiptar mësoi se çfarë është gatuar pa lejen e tij dhe në kurrizë të tij. Unë vetë, me të vërtetë unë ngritëm fillimisht për Zvërnecin, por ndërkohë në vetdije kishim të kaluarën e hillur që ishte gatuar kohët e fundit në kurrizë të shqiptarëve. Si punë ime, qofse unë e dija shkencërisht apo ligjërisht, të tjerët e perceptonin këtë shkencën time. Për shembull, Butrindit ju morën 632 hektarë. Kushdo e dinte, këtu e 3-4 vjet. Butrindi u kthye në një zonë që menaxhohet nga një person i Rothschildit, Richard Hodges, për të cilin unë kam kryer një libër në përgjigje të tij që e denigronte popullin shqiptar. Ai, si shok i ngushtë i kryeministrit, e denigronte popullin shqiptar. Dhe unë kam kryer një libër për Butrindin, që nuk e kam këtu për momentin, e kam në anën tjetër të shtëpisë, jam këtu në muzeun tim të Beratit, dhe sot është dita e parë që unë mungoj në protestë, se kisha shumë probleme me ustallarë këtu në shtëpinë time të Beratit, dhe nuk e jeta dot sa kapja. Kështu që do iki nesër në protestë. Po që kam qenë rregullisht çdo ditë atje. Dhe po kështu populli shqiptar pa manastirin, ajo pikza e vogël, që nuk ishte bën më kënaqësisë të një institucioni publik siç është populli shqiptar. Pastaj vjen Himara më lart, vjen Saranda, e shkatruar komplet nga ndërtimet urbane të oligarkëve. Pastaj vjen Dernia, e njëjta gjë. Më radh vjen pastaj Sazani, ku Ivanka Trump është shprehu që kanë blerë një ishull në mesdhe, ku Zoti Rama, kryeministri jon, jo jimi, sepse ku si kanë pëlqyer politikat e tij, aq më tepër këshilltarët që këshillojnë atë, jo vetëm që e ka ofruar ishullin, gjoja për një projekt elite, por ne kuptuam këto ditë të fundit nga CNN që ishulli dhe Zvërneci, po kaloj më tej, dhe Zvërneci i përket si tokë, i përket investitorëve. Pra kjo është shumë e rëndë, që nuk është çështje këtu Pelikani, Kaçurel, Flamingo, nuk që nga çështje zonë e mbrojtur, shkelur, kategorie 5, shkallë e parë, që u ngritëm ne fillimisht, nuk që nga çështje që ti zë një hapësirë publike që është rrera që unë e theksoj fort, se jam i bindur si inxhinier gjeolog dhe inxhinier mjedisi, që kjo zonë që quhet rrerë detare, bregdetare, duna, pylli me pisha dhe laguna. Janë 4 elementë që i përkasin det. Është tokë perandorake, tokë që nuk është zënë kur. Unë nisem nga si djalë pronari që jam gjindol, i kam toka deri në Divjak. Sepse kam dokumentat e tokës time që s'po i marr dot 36 vjet, nuk po marr dot tokat e gjyshit. Të gjyshit apo të nënës apo të babait. Dhe paman deri në Divjak e kisha. Edhe këtë e dija shumë mirë që Divjaka, Nartha, Belipoja deri në det janë tokat pa zemra. Këta i zum, siç është Gjiri i Larçit, ja pas kanë patur tokat këta për t'u dhënë pronarëve. Po jo i zum vetë në shërbim politikës. Kështu që arriti dhe Zvërneci të zëri jo vetë zonës të mbrojtur, po të zëri tokë publike, që është, e thash, rrerë, dunë, pyll dhe lagunë. Të cilat, po mos jenë këto, unë ndjej shkencërisht, do të thënë, mos të preken këto me vepra urbane, që do të thotë deti shkon pa frikë në Vlorë, pa frikë. Po e njëjta gjë, populli kuptoi që që nga dhe pishpora, e që më tutje më në verit Zvërnecit, po na që nga dhe Semani, që më në verit Peshporës, po na që nga dhe Karabasaja, po na që nga dhe Durrësi, që Durrësi u kthye nga një port i parë botror, fiksoje fort, porti i parë në botë. Që e kam, sepse kemi 10 vjet që merremi me historinë e vendit, për t'i shërbyer vendit në gjithë dimensionin që takon dinjitetit të një kombi. Dhe është porti i parë në Durrës, që në kohën e Atlantidës, sepse unë jam i bindur, po jo të provuar, që në perëndim të Durrësit shihet një qytet siç është Atlantida.
Dhe pastaj erdhën taulantët, që ndërtuan portin e Pandurë. Grekët janë ditë e dritë e larg në 627 që erdhën gjojë këta kolonë, Korinthas, as grek, as helendo, Korinthas, Pellazg. Pra erdhën Pellazgët e Korinthasit themeluan, kur me themeluan, por bashkëpunuan si tregtar me ata që quheshin Ilirë, Taulantë e Kelejt të Durrësit. Pa le të kalojmë shpejt nga historia. Pra, po pa Durrësi komplet i kthyer dhe i shitur tek Dubai, që quhet Dubai Durrës 3 vjet e para dhe pastaj bëhet Durrës. Fal. E pastaj bëhet Dubai. Pra një qytet që merr emrin Dubai. Dhe po vjen më lart është porti i Porto Romanos, që kthehet në një port ndërkombëtar që s'ka për të shërbyer kur si port. Unë e them me shkencë që s'ka për të shërbyer kur, sepse gjithë rrera që vjen nga shkumbini shkon për plaçet ke kepi i palit, edhe aty kepi pallit si themi ne, por që është pali ai që erdhi atëherë, pali nga apostulli i Krishtit, edhe kjo rrerë përplaset në kepin e pallës edhe kthehet në port. Pra nëse duhet të pastrohesh një herë në 20 vjet, kjo do pastrohet 21 vjet. Po megjithatë e zungtat. Vëmë lart, që nga një projekt i tërë për Talen, e cila ka të njëjtët dimensione dhe për masa oligarkësh edhe shitje si puna e Zvënetit. Vëmë lart, është rjohi. Pra gjithë vedeti shqiptar është në shitje. Dhe nuk është thjesht që ky zuri hapësirën publike në zonën e mbrojtur, po ky e ka shitur. Dhe këtë nuk e dini mirë, që kjo shitje ai e paska me kushtetut që në vitin 2008 të dy këta, prandaj them në fjalimin tim në Vlorë, që klasë politike e dështuar totalisht të dy së bashku, sepse kanë bërë kushtetutën më monstruoze në 2008 në shërbim të njëras apo tjetrës i kriterium, megjithatë këta porin 4 raste mund ta marrin etj, edhe krau i djathtë. Por të dy kanë shtëmbruar kushtetutën me një këshilltar juridik grek, që do të thotë që në 2008 në marrëdhënie me palën e ndarjes kufirit me shtetin grek, ne nga Sazani deri në Butrin, ne e kemi hequr në 2008 me parlament hapësirën detare territoriale, 0,8 km 0,10, që është tona, që është sovraniteti jonë. Dhe e kanë hequr në bazë kushtetutës. Këta kanë hequr kufirin detar, që është 8 apo 10 km nga vija bregore, në mënyrë që kur të hyjnë në marrëveshje, dhe 2009 hyrën në marrëveshje me palën greke. Edhe humbin në gjykatën kushtetuese 8-0. Por ama ne nuk kemi kufi detar nga Sazani deri në Tongo ose deri në Butrin.